Të gjitha familjet e përmbytura nga rreshtit e shiut në muajin janar do të strehohen në parkun e rëllove që po ngre Bashkia e Tiranës. Kryebashkiaku Velia ka inspektuar punimet për ngritjen e këtyre rëllove, madje duke zgjedhur të punojë dhe vet. Velia i theksoi se të gjitha familjet rome do të kenë një shtëpi të vogël. Më vjen mirë që në një situatë e cila ishte dramatike në shirat e fundit, ku shumë anëtar të komunitetit rom ishin vulnerabël prej përmbytjeve dhe u strehuan në këto kapanone për çështjet e emergjencës, sot kanë një shtëpiz të vogël, modeste, por të sigurt, të ngrohtë, jashtë të gjithë rreziqeve që mund sjellë moti dhe natyra, dhe besoj që gjithë ato hapësira që u përdorën në kapanone për emergjencat, mund t'i kemi për emergjencat e radhës. Unë besoj që kur punojmë të gjithë bashkë, siç ishim sot, me bashkinë, me organizatat e shoqërisë civile, me miqtanë ndërkombëtar, ne mund të bëjmë gjëra që veç janë të pamundura. I shoqëruar nga ambasadori i Hollandës në vendin ton, Velia i konsumoi një vak dreke me anëtar të këtij komuniteti. Pikërisht në ditën ndërkombëtare të romëve, për këtë komunitet ofrohet mundësi strehimi.